Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në monitorimin e anëtarëve të KAS nisi këtë të martë rinumërimin e votave për qarkun e Fierit. Në total janë 587 kuti votimi për tu numëruar. Pas të dhënave të reflektuar në faqen online të KQZ-s, në 283 kuti të numëruara deri më tani, Partisë Demokratike janë shtuar 67 vota, ndërsa PS-s janë hequr 19. Rinumërimi i ka ardhur në ndihmë kandidatit socialist Klevis Jahaj, të cilët komisionerët i kishin hequr 210 vota pasuar nga Antoneta Dhima me 20 vota. Teno Klosi ka marrë 381 vota plus që nuk i takonin. Kandidatja më virale e Fierit Zeqine Caushi, e cila fitoi mandatin me vetëm 61 vota, deri më tani janë hequr 17. Kërkesa për rinumërimin e Fierit ishte e koalicionit Nisma Shqipëria bëhet e Adriatik Lapajt, i cili pretendon një mandat për t'ia marrë Partisë Socialiste, e që të dy duhet 517 vota, të cilat deri më tani nga kutitë e rinumëruara duket një mision i pamundur.